Përshëndetje të nderuar shikues të kanalit Bletaria Shqip, mirë se vini në episodin e radhës, në të cilën do të flasim për kolonitë të cilat nuk kanë mbretëresh në pranverën e ershme, ose më saktë në kontrollin e parë pranveror. Ndodh tek të gjithë bletarët, qoftë apo të ri apo bletar me shumë përvojë, që gjatë kontrollit të parë pranveror të hasim në ndonjë koloni e cila ka mungesë të mbretëreshës. Cilat janë shenjat të cilat na tregojnë se ka mungesë të mbretëreshës? Shenja e parë është në momentin që hapim kosherën, ju do të vëreni rrahje të krahëve të bletëve. Thuajse gjithë bletët fillojnë dhe zhurmojnë dhe i rrahojnë krahët e tyre. Nëse futemi thellë dhe fillojmë të hapim, ju do të shihni se nuk ka fare vezë. Kolonia shkon, si të them, pa një farë kontrolle dhe nuk kemi vezë fare. Po ashtu faktor tjetër, kolonia nuk sjell polen, sepse nuk i duhet. Nuk ka pjell. Në hyrje të kosherës ju do të vëreni sepse do të vinë bletë pa polen. Rrallë ndonjë prej tyre. Cilët janë zgjidhjet? Kemi disa zgjidhje. Si zgjidhje të parë do të ceki vendosjen e një mbretëreshe të fekonduar. Por në periudhën që jemi tani nuk preferohet, por arsye se kolonia mund të ketë qenë gjatë kohë pa mbretëresh dhe shpeshherë nuk i pranojnë mbretëreshat. E sidomos nëse bleta punëtore ka filluar të lëshojë vezë. Si ta dalloni se bleta punëtore ka filluar të lëshojë vezë? Në momentin që e kontrolloni dhe brenda në qeli, nëse hasni më shumë se 2 vezë, atëherë dijeni se bleta punëtore ka filluar të lëshojë vezë. Në këtë rast asesi nuk lejohet të vendoset një mbretëresh e fekonduar, sepse nuk e pranojnë. Zgjidhja në këtë raste është më mirë shkundja e kornizave. Si realizohet kjo? Kosherën pa mbretëresh e largojmë dikun rreth 50 metër nga parku. Në vend të saj tërheqim koloninë fqinj ose në mes të dijave. Shkojmë tek kolonia që nuk ka mbretëresh, i nxjerrim kornizat dhe fillojmë t'i shkundim një nga një në tokë. Bletët gjithë janë fluturuese, pasi janë bletë nga vjeshta, dhe ato do të kthehen tek shtëpia e tyre. Në momentin që kthehen, do të hasin se ka një shtëpi të re dhe do të futen në kosherën që e kemi tërheq, e cila ka mbretëresh. Do të futen pa problem fare. Kjo është zgjidhja e vetme dhe më e saktë në këtë raste. Si zgjidhje tjetër mund të ofrohet kolonia që ka mungesë të mbretëreshës t'i jepet një kornizë me pjellje nga një koloni tjetër. Në periudhën që jemi, unë nuk e preferoj për arsye se kemi mungesë të nektarit. Po ashtu, ajo koloni nuk ka bletë infermiere. Gjitha janë bletë vjeshtore, bletë të vjetra, dhe ato nuk janë në gjendje të ushqejnë aq mirë një qeli për mbretëresh dhe të nxjerrin një mbretëresh cilësore. Ato mund të krijojnë, po sa cilësore del. Kjo është pikpyetje. Si zgjidhje të vetme të cilën e praktikojnë shumë bletarë dhe është më ideale është bashkimi me një koloni tjetër. Unë personalisht praktikoj metodën e bashkimit të kolonisë me një koloni e cila ka mbretëresh, sepse nuk ja vlen që të merresh me atë koloni thuajse mund të them ndoshta gjithë sezonin. Pse? Ti mund t'i vendosësh një mbretëresh të fekonduar, ta vrasin. Kalon kohë, mund të vendosesh një kornizë me vezë, mund të mos krijojnë mbretëresh cilësore dhe prap kolonia shkon në humbje. Dhe kështu me radhë, si zgjidhje ideale për mos ta humbë mizën, është bashkimi me një koloni tjetër. Si realizohet kjo është shumë kollaj. Ajo që na duhet është vetëm një gazetë ose një fes mielli. Për më shumë detale, ju ftoj që ta ndiqni videon deri në fund dhe të shohim zgjidhjen ideale për këtë problematikë. Shikues të nderuar, kjo është kolonia
tek e cila kemi has mungesë të mbretëreshës. Ju thash edhe më herët se zhurmon gjithë kolonia. Nuk e di sa mund të ndëgjohet, por do të marrim edhe sekuenca. Ju thash se kolonia, do të thonë rrah krahët e saj. Nëse mund ta ndëgjoni zhurmën tani të Bletit. Kjo koloni e kemi fut dimën dikon me 7-8 rukëmiz. Ja ku e kemi pas edhe bllokuesin ose murin darës, sepse ka qenë në mizë e fuqishme, por në momentin që ka humb mbretëreshën, nuk i dim kur, ajo vetë se ka fillu domethënë dal nga dal e shkoi drejt zhdukjes. Ja korniza me mjalt, edhe ana tjetër është me mjalt. Mos humbim shumë kohë, do të kalojmë deri tek në mes, të shohim ku është tufa më e madhe e bleteve. Siç ju thash më herët, mund të marrim një kornizë me pillë dhe të fusim këto në mes, por nuk shpresoj se do të nxjerrin ndonjë mbretëresh cilësore. E sidomos kur natyra për momentin është, domethënë, e dobët dhe nuk ka kush të ushqej ato qilia. Ja. Shifin. Domethënë nuk kemi vezë të reja, gjithë bletat po zhurmojnë dhe po rrahin me krahët e tyre. As nga ana tjetër nuk kemi pjellje. Kontrollojmë edhe një kornizë tjetër. Ja kornizë tjetër. Më thonë është gjithë shka bosh. Zgjidhja më e mirë në këtë rast është bashkimi me një koloni tjetër. Dhe aje këtu kemi tentativën për krijimin e një mbretëreshe të re. Ku kanë filluar domethënë çibuk, po s'ka vezë, janë çibuk bosh. Mjafton me kaq e pam gjendjen e kolonisë e cila ka mungesë të mbretëreshës. E pat se fare nuk kemi as polen, sepse s'ka arsye të ketë polen. Nuk i duhet askujt poleni. Në këtë rast, ne do të bëjmë bashkimin me një koloni tjetër. Në rastin tonë do të bëjmë me koloninë fqinjë që e kemi këtu afër më njëherë. Ajo që do të bëjë një përmirësim është do ta zhvendosi koloninë në mes. Do të largoj këtë mjaltin këtu. Do ta zhvendosi koloninë në mes. Perfekt. E mbyllim dhe do ta bashkojmë me koloninë që kemi fqinjë këtu. Kolonia me të cilën do ta bashkojmë është një koloni mesatare për këtë kohë, e cila ka mbretëresh dhe është e shëndetshme. Këtë nuk e prekim fare, absolut, nuk e shqetësoj, vetëm marrim gazetën dhe vendosim në korniza. Mund të realizojmë 2-3 vrima. Ashtë. Për të fillu komunikimi ndërmjet kolonive. Japim 5-6 vrimat të vogla. Dhe çka bëjmë? E morim siç është kolonia, e zhvendosim mbi këtë. Ja këtë formë. Në këtë raste, kur nuk kemi mbretëresh, kjo është zgjidhja më ideale dhe më e mençur. Kolonia do të forcohet më shumë dhe do të kemi ushtri më të madhe për kollos. Të nderuar shikues, për mendimin tim në këtë periudhë që jemi,
më thonë fillim të sezonës, kjo është zgjidhja më ideale, bashkimi i dy kolonive. Mos të harrojmë të cekim, sepse çdo herë kolonia e cila ka mungesë të mbretëreshës vendoset si kat i dytë. Kolonia e cila ka mbretëresh ngelet në katin e parë. Kontrollin e radhës mund ta bëjmë pas 7-8 dite, të shohim se është gjithçka në rregull dhe është stabilizu kolonia. Bletët punëtore fillojnë ta grincmojnë, domethënë gazetën, dhe të mundojnë ta nxjerrin jashtë. Në kontrollin e radhës, ajo që ka ngel duhet ta pastrojmë dhe kolonia vazhdon punën e saj. Kjo është dyshemia e kolonisë e cila kishte ngel pa mbretëresh, duket e pastër, janë këto mbetje normale, duket një koloni higjienike dhe nuk shihet se ka ndonjë problem serioz. Shpresoj që të ju ketë pëlqyer video. Nëse keni ndonjë zgjidhje më të mirë ose ndonjë ide më praktike, ju lutem na komentoni poshtë, na jepni ndonjë ide dhe sugjerim, qoftë kritik, lavdat. Dhe në fund e dini gjithë se nëse ju pëlqen video, nuk ju kushton asgjë, na shtypni një like. Po ashtu, nëse nuk jeni të abonuar në kanal, të abonoheni për të parë video të tilla. Unë ju dëshiroj suksese dhe një sezon shumë të mbarë. Mirëmbëjtje.